Alba dhe heshtja pas largimit të Limit, një qetësi që thërriste emrin e tij. Në shtëpinë e madhe të Big Brother Kosova, kur dera kryesore u mbyll pas Limit, një boshllëk u krijua menjëherë. Nuk ishte vetëm një vend bosh fizik, ishte boshllëk emocional, një mungesë që mbushte çdo cep të dhomës. Alba, e lodhur nga debatet dhe emocionet e javëve të fundit, u ul vetëm në divan. Heshtja e shtëpisë ishte e rëndë, por për të më e rëndë ishte mungesa e Limit. Ishte një moment ku asnjë fjalë nuk mund të përshkruante atë që ndjente. Ajo nuk kërkonte spektakël, nuk kërkonte mbështetje nga banorët e tjerë. Vetëm heshtja dhe mendimet e saj i dhanë mundësinë të përballonte mungesën. Por edhe brenda heshtjes, zëri i asaj që kishte kaluar brenda shtëpisë duke i gjallë. Ajo ndjente si të ishte e lidhur me Limit edhe pasi dera u mbyll, çdo hap, çdo zhurmë, çdo gjurmë e tij dukej se vazhdonte të mbijetonte në ajrin e dhomës. Dhe pa pritmas, ajo dëgjoi zhurmën e makinës së Limit jashtë. Ishte një zë i vogël, por kaq i fuqishëm sa e bëri të dridhej. Zemra i rrite me shpejtësi dhe ajo ndjell një kombinim gëzimi dhe dhimbjeje, gëzim që mund ta shitë Limit jashtë shtëpisë dhe dhimbje që nuk mund ta kishte pranë tani. Pa menduar 2 herë, ajo përshpëriti me zë të ulët, pothuajse vetë për vete. O Lim, të lutem, mos ik. Lotët nisën të rridhnin pa ndërprerje. Nuk ishin thjesht lot për mungesën e tij, ishin lot të një lidhjeje që ishte krijuar me kohë, me sfida dhe momente të përbashkëta, me qeshje dhe debate, me tensione dhe paqe. Secili lot shpreste dhimbjen e brendshme të Albës, dëshirën për të mbajtur diçka që tashmë ishte larg. Ajo mbeti ulur aty, duke i folur vetes dhe imagjinatës së saj, duke u përpjekur të përjetonte praninë e Limit në mendje, në vend të trupit të tij. Çdo tingull i makinës ishte një kujtesë e ëmbël dhe e dhimbshme se ai ishte jashtë, duke vazhduar jetën e tij, ndërsa ajo kishte mbetur në këtë hapësirë të madhe dhe të heshtur. Në atë moment, Alba e kuptoi se lidhjet nuk maten me distancën fizike. Limit mund të ishte larg, por prania e tij mbeti në kujtimet dhe emocionet që kishte krijuar me të. Ajo mendoi për bisedat e tyre, për momentet kur ai e kishte sfiduar dhe kur e kishte mbështetur, për të gjitha ato momente që nuk mund të përshkruheshin në fjalë, por që tani i ndjente më shumë se kurrë. Vetmia e divanit u bë një lloj mburoje. Ajo mund të qante, të mendonte, të kujtonte. Në heshtje, ajo filloi të fliste me Limit, një bisedë që mund të ishte e pamundur jashtë imagjinatës së saj. O Lim, pse u largove kaq shpejt? Pse më la në këtë boshllëk? Po të lutem, kthehu, ose ndoshta mos ik fare. Zëri i saj ishte i ulët, por i mbushur me sinqeritet. Nuk kërkonte reagim, nuk kërkonte premtime. Thjesht dëshironte të ndjehej e lidhur me të përjetonte çdo ndjesi që e kishte mbajtur pranë tij gjatë lojës. Dita e kaluar ishte një kombinim kujtimesh dhe emocionesh të papërpunuara. Alba vazhdonte të rrinte në divan, duke u përpjekur të mbante. Fjala e Limit për Dolcen, bukuria e saj nuk është veç në fytyrë. Që nga dita kur dola nga shtëpia, më pyesin shpesh për shumë gjëra, për lojën, për gabimet e mia, për Albën, për gjithçka që mbeti pezull. Por kur më përmendet emri i Dolces, zëri më ndryshon vetvetiu. Sepse ajo nuk ishte thjesht një banore tjetër për mua, ishte njeriu që më tregoi se brenda atyre mureve mund të gjesh edhe qetësi, jo vetëm stuj. Dolce është shumë femër e bukur, këtë e sheh kushdo që e takon. Por bukuria e saj e vërtet nuk është ajo që kap kamera. Është mënyra si flet me qetësi, si të dëgjon pa të ndërprer, si ditë të kuptoj edhe kur ti vet nuk e kupton veten. Në atë shtëpi ku nervat ngrihen shpejt, ku fjalët shpesh dalin pa filtr, ajo kishte një klasë që rrallë e kam parë. Nuk i kalonte limitet, nuk e përdorte zërin për të lënduar, nuk luante me ndjenjat e askujt. Për mua kjo vlente më shumë se çdo strategji. E kam thënë edhe kur isha brenda, e vlerësoj shumë Dolcen. Jo si figur loje, por si njeri. Ajo dinte të më qetësonte kur isha i acaruar, të më thoshte prit pak, mendoj edhe një herë. Shpesh nuk e dëgjoja, dhe sot jashtë e kuptoj sa shumë të drejtë kishte. Kur e shoh tani nga ekrani, më duket edhe më e fortë. Ka mbetur e njëjta, e qetë, e matur, me atë buzëqeshjen e lehtë që nuk bën zhurmë. Nuk u shndërrua nga loja, nuk e humbi veten për vota. Kjo më bën ta respektoj edhe më tepër. Do t'i dërgoja shumë puthje po ta kisha përballë. Jo puthje spektakli, por puthje mirënjohjeje për çdo moment njerëzor që më dhuroi aty brenda.
sepse në mesin e gjithë atij kaosi, ajo ishte një vend i sigurt. Shpesh më pyesin, a të mungon? Po, më mungon biseda me të në obor, mënyra si pinte kafen ngadalë, si më thoshte mos u nxeh kot, lim. Më mungon sinqeriteti i saj që nuk kërkonte asgjë mbrapsht. Unë e di që rrugëtimi i saj nuk ka qenë i lehtë. Ka kaluar keqkuptime, fjalë, paragjykime. Por ajo nuk u ul në nivelin e askujt. Kjo është fitore më e madhe se çdo çmim. Sot nga jashtë. Dua t'i them diçka të thjeshtë. Mirë se të vish në finale, Dolce. E meriton të jesh aty. Jo sepse je e bukur, por sepse je e drejtë. Sepse nuk I shkele kufit e askujt për të ecur përpara. Sepse mbete vetvetja kur ishte më e vështira gjë për t'u bërë. Nëse një ditë do të takohemi jashtë, dua t'ja them në sy këto fjalë. T'i them faleminderit për durimin që pati me mua, për respektin që ma dha edhe kur unë nuk e meritoja plotësisht. Shumë njerëz mendojnë se në Big Brother krijohen vetëm intriga. Unë them se ndonjëherë krijohen edhe lidhje njerëzore që vlen. Dolce ishte një prej tyre. Kur të hyj në finale, dua ta shoh me kokën lart. Dua që publiku ta shoh atë që kam parë unë, një vajzë me klasë, me zemër të mirë, që nuk e ngatëroi kur lojën me dinjitetin. I dërgoj nga larg shumë puthje dhe shumë respekt. Dhe mbi të gjitha I dërgoj një urim të sinqertë. Ec përpara deri në fund. Finalja të pret dhe ti I shkon shumë asaj dere. Zjarri që u ndez në heshtje. Në shtëpinë e Big Brotherit sekretet nuk jetojnë gjallë. Muret kanë vesh, kamerat kanë durim dhe njerëzit dobësi. Limi e dinte këtë më mirë se kushto, por atë natë vendosi ta haronte. Dolce rinte ulur në cep të oborit, aty ku dritat bien më butë dhe hijet duken si vende ku mund të fshehesh mëkatet. Flokët I kishte lëshuar mbi supe dhe po pinte një cigare ngadalë, sikur po e shijonte çdo sekondë lirie brenda atij kafazi luksos. Ai ju afrua pa zhurmë. Po më shmangesh gjithë ditën, I tha. Unë si shmangem askujt, u përgjigj ajo me atë buzëqeshjen që nuk kuptoi kur nëse ishte ftesë apo sfidë. Mes tyre kishte javë të tëra tensionit të pathënë. Publiku e quante Kimi, banorët lojë, ndërsa Alba, diçka që nuk guxonte as ta mendonte. Momenti I ndaluar. Kamera e korridorit po rrotulloi ngadalë kur Limi e kapi Dolcen nga dora dhe e tërhoqi pas murit të lavanderisë. Aty ku mikrofonat kapin më pak, ku zërat përzihen me zhurmën e makinës së larjes. Je e çmendur që po më afrohesh kaq shumë, I tha ai. Edhe ti, I u përgjigj ajo dhe e pa drejt në sy. Puthja erdhi pa paralajmërim. E ëmbël, e shkurtër, por e rëndë si vendim. Dolce ia vendosi dorën në faqe. Me prit kur të dal jashtë, pëshpëriti. Se do e djegim krejt. Fjalët I rëshitën si zjarr nëpër lëkurë. Ai nuk u tërhoq. Vetëm mori frym thellë, si njëri që sapo ka hyrë në një rrugë pa kthim. Frika pas pasionit. Kur u kthyen mes të tjerëve, gjithçka dukej njësoj, batuta, pjata që përplaseshin, zhurma e televizorit në sallon. Por asgjë nuk ishte më njësoj. Limi nuk guxonte ta shihte Albën në sy. Dolce sillej sikur nuk kishte ndodhur asgjë. Por shtëpia I ndjen të vërtetat. Ato rrin pezull në ajër si parfum I fortë. Mira e vështroi Dolcen me dyshim. Je bërë shumë e qeshur sonte. Jam në qejf, ja ktheu ajo. Alba, që rinte në divan, e ndjeu një therrje të pakuptueshme. Nuk dinte asgjë, por zemra e njeriut shpesh sheh më larg se syt. Ndërgjegjja e Li. Mit. Atë natë Limi nuk fjeti. I silleshin në kokë dy fytyra, Alba me sytë e pastër dhe Dolce me buzët që ende I digjnin. Çfarë po bëj, I tha vetes. Ai kishte hyrë në Big Brother për famë, për sfidë, ndoshta edhe për t'i ikur pak lidhjes së tij të gjatë. Por nuk e kishte menduar se do të arrinte deri këtu. Dolce nuk ishte si Alba. Ishte stuhi, rrezik, aventurë. Dhe pikërisht kjo e tërhiqte. Loja brenda lojës. Ditët në vazhdim, marrëdhënia mes tyre u bë një teatër I heshtur. Para kamerave flisnin si miq, por në kuzhinë duart prekeshin rastësisht, në korridor shkëmbenin shikime që zgjasnin pak më shumë se ç'duhej. Publiku filloi të dyshonte. Rrjetet sociale u çmendën. Ka diçka mes Limit dhe Dolces, shkruanin portalet.
Alba jashtë e lexonte gjithçka. Çdo titull i dukej si thikë e vogël. Përballja e parë. Një mbrëmje, gjatë një loje me pyetje, Arbeni e hodhi bombën. Limi, po të ishe single këtu brenda, këto zgjidhje për një takim. Syt u kthyen nga Dolce. Ai qeshi. Mesazhi që e tronditi Albën. Kur Alba dëgjoi fjalët me prit jashtë se do e djegim, bota i ushem. Ajo e njihte zërin e Limit më mirë se emrin e vet. Nuk është e vërtet, përsëriste. Por ishte. Dashuria e saj po bëhej spektakël. Dolce, vajza pa frikë. Dolce nuk ishte djallë, siç e quajtën më pas. Ishte thjesht një vajzë që luante pa rregulla, sepse jeta ja kishte mësuar se kush heziton, humb. Ajo e dinte se Limi kishte dik jashtë. Por brenda shtëpisë morali lakohej si plastelin. Ne jetojmë këtu, i tha një ditë atij. Jashtë është një botë tjetër. Ai nuk e kundërshtoi. Shpërthimi. E vërteta doli në spektakël. Produksioni transmetoi pamjet e fshehta. Shtëpia u bë gjyq. Banorët u ndanë në kampe. Limi u zverdh. Dolce mbajti kokën lart. Po, e putha, tha ajo. Dhe nuk pendohem. Publiku u lëriti. Emri i Albës u përmend si fantazm mbi ta. Rënja e herojt. Limi e kuptoi se kishte humbur më shumë se lojën. Kishte humbur historinë e tij. Në dhomën e rrëfimit foli me zë të thyer. Nuk jam krenar. U mora nga momenti. Por nuk jam njeri i keq. Fjalë të dobta përballë një puthjeje të fortë. Dolce dhe zjarri i premtuar. Ajo vazhdonte të sillej si mbretëresh e skandalit. Unë nuk i vjedh burrat, tha para kamerave. Ata vinë vetë. Por në netët e vona, edhe ajo mendonte për pasojat. Zjarri që kishte premtuar po i diqte duart. Dalja e Limit. Kur erdhi dita e eliminimit, ai e dinte se publiku nuk falte. Emri i tij u lexua. Para se të dilte, Dolce ju afrua në korridorin e errët. Mos haro çfarë të thash. Ai e pa gjatë. Ndoshta disa zjarre s'duhet të ndizen kurrë. Ajo buzëqeshi hidhur. Jashtë kamerave. Alba nuk e priti me lule. As me britma. Vetëm me një pyetje. A ja vleti? Limi nuk gjeti përgjigje. Fundi pa filter. Historia e tyre u bë mësim për të gjithë banorët e ardhshëm, se Big Brotheri nuk nxjerr vetëm karakterin, por edhe errësirat. Dolce vazhdoi rrugën e saj pa pendes. Limi mbeti mes dy botëve. Alba mësoi se besimi është më i brishtë se çdo nominim. Dhe publiku e kuptoi se brenda asaj shtëpie nuk fiton më i forti, por ai që del pa e tradhtuar veten. Plani që u duk si lojë. Kur dera e madhe e shtëpisë u mbyll pas Limit, askush nuk e dinte se sa gjëra ishin lëvizur në prapasken. Publiku pa vetëm një eliminim, një përqafim lamtumire dhe lotët e Dolces. Por pas atyre pamjeve fshihej një histori tjetër, më e ndërlikuar. Produksioni ishte i kënaqur. Shikueshmëria kishte shpërthyer. Titujt e portaleve vlonin. Limi jashtë buzëqeshte me një qetësi të çuditshme. Ai e dinte se roli i tij nuk kishte mbaruar, përkundrazi, sapo kishte filluar faza e dytë e lojës. Gjithçka shkoi sipas planit, i tha menaxherit sapo doli nga studio. Historia duhet të vazhdoj pa mua brenda. Dolce pas derës së mbyllur. Brenda shtëpisë, Dolce u duk sikur u rrëzua për disa orë. U shtri në krevatin e tij bosh, preku jashtëkun dhe qau sa për sy të kamerave, por edhe pak për vete. Askush nuk e dinte sakt ku mbaronte aktrimi dhe ku fillonte ndjenja. Alba e vështronte nga larg. Mes tyre kishte pasur gjithmonë një tension të heshtur, xhelozi, kurreshtje, një lloj magneti që nuk e pranonin. Atë mbrëmje, kur dritat u zbehen, Alba ju afrua. Je mirë, e pyeti me zë të ulët. Dolce ngriti sytë të skuqur. Nuk e di as vetë. Aty nisi gjithçka. Aleanca e padukshme. Pas daljes së Limit, dinamika e shtëpisë ndryshoi. Banorët prisnin që Dolce të shuaj, ndërsa Alba të merrte rolin e protagonistës së vetmuar. Por ndodhi e kundërta, ato dyja u afruan.
Filloi me gjëra të vogla, një kafe e ndarë në mëngjes, një bisedë në obor, një mbështetje gjatë debateve. Kamera i ndiqte me etje. Çudi si na bashkoi ikja e tij, tha Dolce një ditë. Ndoshta duhet të ikte dikush që të shinim njëra tjetrën, iu përgjigj Alba. Puthja e parë pas tuhis. Ishte mbrëmje e qetë. Banorët po shinin film, dritat ishin fikur pothuajse plotësisht. Alba dhe Dolce rinin pranë njëra tjetrës në divan me batanie mbi supe. Askush nuk e di kush u afrua e para. Ndoshta të dyja njëkohësisht. Puthja ishte e butë, e ndrojtur, si pyetje pa fjalë. Pastaj një përqafim i gëjë. Atë duar që shtrëngoheshin, ballë që prekeshin. Mos mendo për kamerat, përshpëriti Dolce. Nuk po mendoj për asgjë, tha Alba. Produksioni festonte në heshtje, historia kishte marrë kthesën e ardhë. Marrëveshja e heshtur. Jashtë, Limi e pas skenën me një buzëqeshje të matur. Ai e njihte planin, trekëndëshi emocional duhet të vazhdonte të jetonte edhe pa të. Lëri të rrjedhin gjërat, i kishte thënë produksioni. Publiku do dramë, por edhe ndjeshmëri. Dhe pikërisht këtë po jepnin Alba e Dolce, diçka mes ngushëllimit dhe zbulimit. Afërsia që rritej. Ditët në vijim ato u bën të pandashme. Flinin në të njëjtin krevat, ledhatoheshin si dy shoqe që kërkojnë streh, por edhe si dy gra që po testonin kufit e vetes. Ti më qetëson, i tha Alba një natë. Edhe ti mua. Këtu brenda çdo gjë të çmend, i u përgjigj Dolce. Publiku u nda në kampe, disa i quanin qift të guximshëm, disa lojë të kalkuluar. E vërteta rrinte diku në mes. Xhelozit e shtëpisë. Arbeni nuk e duroi gjë.